Unë isha në një siklet të jashtëzakonshëm. S'dija kujt t'ja mbaj e kujt t'ja lë. Çfarë po ndodhte me ne të dy? Përshëndetje të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë me ju letrën e radhës. Kam aq shumë letra në email, me thënë drejtën që po më vinë, që mundohem çdo ditë të sjell 2 në ditë, do me thënë për ju. Të mundohem që të gjitha ato rrëfime që mua mi besojnë, t'i sjell tek ju dhe ju falenderoj pafund, sinqerisht për besimin që keni. Sot do të ndaloj tek një letër që realisht më ka dhimbtur shpirti kur e kam lexuar. Kjo letër më ka ardhur nga një grua prej Gostivarit, e cila jeton në Zvicër. Me shumë dhimbje e ka shkruar tmerrin që ajo po kalon. Historia që do të dëgjoni bëhet fjalë për 2 motra që kanë qenë të martuara në të njëjtën familje. Njëra prej motrës është ndarë, sepse nuk i ka shkuar muhabeti, nuk ka patur jetë të lumtur me burrin e saj, por e dyta po përjeton tmerret më të mëdha. Dëgjoni këtë letër. Mirëmbrëma i dashur, do të them Tiranë. Uroj një herë që të jesh mirë së bashku me familjen tënde. Unë që po ta shkruaj këtë letër jam prej Gostivarit të Maqedonisë. Por që kur u fejova, u martova, erdhëm që të jetojmë në Zvicër. Jeta ime nuk ishte aq e bukur sa unë e imagjinoja. Por mendova që jam martuar në një familje të mirë dhe për kunatin tim propozova ti me motër. Thash më mirë motra të martohet në shtëpinë ku jam martuar unë, se sa të shkonte në një shtëpi tjetër. Si motra për motrën, që mendojmë për lumturinë e njëra tjetrës. Vjera ime ishte dakord, por jo dhe aq. Sepse sipas mendimit të saj, 2 motrat do të sundonin shtëpinë dhe do ta shkatronin familjen. Dhe fuqia e saj do të humbeshte. Kunati e kishte qef, kunati t'i pëlqente motra ime, do me thënë nuk isha unë iniciatorja, por thjesht ato të 2 e pëlqenin dhe unë u mundova që ta finalizoj këtë gjë. U morën vesh familje të ranë dakord edhe u kthyem në vendlindje e bëm dasmën të madhe si që kemi në traditat. Pas dasmës në muajin shtator, vendosëm që të vim në Zvicër këtë herë edhe me motrën. Ditët e para në Zvicër ishin ditë të qeta, ditë të bukura. Por me njëherë që në muajin e 3 të martesës së tyre, kunati filloi që të tregon pak kënaqësi. Dëgjoja në dhomën e gjumit duke u grindur, vinte në drek e po shtorsonte ti me motrën, nuk vinte fare në shtëpi pothuajse, dhe luftërat mes atyre të dyve sapo nisën. Unë isha në një siklet të jashtëzakonshëm. S'dija kujt t'ja mbaj e kujt t'ja lë. Çfarë po ndodhte me ne të dy? Mundosha që t'i flas motrës time. Mundosha që ta marr në dhomë, por ajo thonte unë nuk bëj asnjë gjë. Jemi tërë ditën bashkë dhe gjë nuk bëjmë. Derisa një natë, ai vjen nga një klap ku shkojnë djemt këtu, i pirë dhe rau motrën time aq shumë, sa që vetëm frika e motrës që unë të mos përfundoj keq, nuk e denoncoi në polici. Motra vendosi që të ndahet, por ishte një ndarje shumë e keqe. Ajo u largua nga ai, nuk u nda, thjesht iku. Dhe janë mbushur 7 muaj që ky problem është në familjen tonë.
Prej ditës që motra ka ikur, unë kam folur vetëm një herë me të. E pyeta pse përzjodhe që të ikësh dhe jo të ndahesh. Më tha që nuk e përjetoj dot më atë gjë që unë jetoja, ishte tmerrshme. Çdo natë ishin të njëjtat probleme, nuk është hera e parë që më ka rrahur, por atë natë thjesht e nxori më së shumti në dritë. Tani jam në një hall të madh, se unë jam me fëmijë. Unë jam ndarë krejtësisht nga familja ime, sepse buri im nuk do ta dëgjon me atë mbiemër. Vjera ime nuk don t'i shikon me sy. Dhe mua më kanë venduar kusht. Në qoftë se unë dëshiroj të jetoj dhe të rris djalin tim, duhet të mos kem asnjë lloj raporti me familjen. Edhe ka shumë muaj që unë nuk shkoj as te mami, as te babi, por as edhe nuk e takoj motrën. Nga ky tmerr që ne e kaluam, babai i mori sulm në zemër dhe përjetoi infrakt. Unë nuk kam shkuar që ta takoj, sepse familja e burrit tim nuk më lejojnë. Jam në një hall të madh. Tani në ver do të kthehemi në vendlindje. Zemra më re çdo ditë sepse më ka marrë malli jashtëzakonisht shumë. Dhe shpesh herë i them bashkëshortit tim që unë nuk jam fajtore për atë që ndodhi. Mos e kërkoni fajin vetëm tek motra ime, po shiheni pak edhe tek vllau juaj. Por jo, këto gjëra as që diskutohen. E kam të prerë që të takoj Timatin. Vetëm dua të them një gjë. Unë uroj me zemër që situata të qetësohet. Ndonjëherë mendoj që të ndahem nga martesa që jam. Po përse të ndahem? Mua burim nuk më ka bërë asnjë gjë, thjesht është i ndikuar shumë nga njerëzit të cilët jetojnë në rrethin e tij. Me motrën nuk kam fare kontakte. As nuk e di se ku është e ku bëhet. Babain tim vetëm në Facebook e kam parë para ca muajsh, se edhe aty ma bën blok, mos e shoh fare. Familja e babait nuk flasin me mua sepse nuk duan të ma shkatrojnë jetën. Thonë që kam fëmijë, vllau im nuk di se nga t'ja mban, as nuk përzihet dot dhe nuk di se çfarë të bën. Më ka marrë malli shumë për familjen time. Uroj me zemër që një ditë këto gjëra të qetësohen, edhe unë të kthehem tek familja ashtu siç isha, e lumtur dhe e gëzuar. 2 motra në një shtëpi janë duar në një kokë. Në fakt ky është rrëfimi i kësaj zonje, të cilin unë ndava me ju. Tani sipas mendimit tim, kjo zonjë nuk është fajtore. Unë e kuptoj që të 2 miqtë në një tavolinë nuk ulen dot. Por të paktën le të ketë kjo kontaktin me familjen. Ato le të mbajnë ndrimet e tyre. Unë uroj me zemër që familja ta kupton, e burrit, që kjo ka nevojë, dhe ti nuk mundesh t'ja mohosh nipit tënd gjyshin dhe gjyshen. Ti që në ditën e parë kur e ke marrë të nuse, ti e ke ditur se çfarë i duke bërë.